Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10 mars 2026. Kemi një ditë të rëndësishme nga ndikimi planetar, sepse kemi afërditën nga shenja dashur që formon një gjashtë me protonin në ujor. Një kënd shumë pozitiv si për jetën tonë në lidhje me punën apo dhe me financat, gjithashtu dhe me çështjet sentimentale. Favorizohen njohjet karmike, dashuritë të mëdha, megjithëse duhet të jemi të kujdesshëm se si shprehim ndjenjat tona, sepse patjetër mund të perceptoj ato si një përpjekje për të manipuluar. Gjithashtu favorizon marrëveshje të rëndësishme financiare. Përfitojnë shumë shenjat siç janë binjakët, peshorja, ujori dhe shenjat e tjera që kanë ndikime ose planete në këto shenja. Pra, ndikimet janë më të favorizuara. Por para se të fillojmë parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, kemi këtë butonin tu, dhe aty pastaj e klikoni, vendosni emailin tuaj dhe më pas dërgojeni dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni, që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin tu. E shikoni, ndiqni hapat tek Astrologu Rupulla, nuk diskutohet tek YouTube-i, dhe më pas e dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të marrë përgjigjen në pyetje-përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00. Nëse ju doni më tepër informacion në kohën që ne jemi live, atëherë mbasi përfundoni emisionin mund të kaloni në privat. Pra, hapet një dritare private ku si shikoni atje membership, ku lexon membership ose join, e klikoni, ju hapet një dritare, vendosni të një abonim të thjesht dhe flasim atje pastaj për gjëra që ju interesojnë, për gjëra që ju dëshironi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duket se keni një ndikim mjaft të mirë në fushën e karrierës, sepse Afërdita është planeti i dashurisë, i dëmshurisë dhe i ekonomisë. Është në shenjën tuaj, ku me formimin e këtij gjashtkëndshi me Plutonin në shenjën e Ujori, u jep mundësi dhe kohë për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket mundësive që ndikojnë në fusha të mëdha dhe mbi ndryshimet të rëndësishme që vijnë drejt jush. Në fushën e dashurisë, duket se me Virgjëreshtë dhe diçit parë, me Briçapt dhe diçit tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Meqense se juve të shenjës së Demit duket se keni disa mundësi shumë të rëndësishme në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime të mëdha që do vinë gradualisht në fushën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, domos sepse ka diçka shumë të rëndësishme mbi takimet dhe vendimet që merren, njëkohësisht është diçka shumë e madhe për sa përket punës dhe karrierës. Kurse në lidhje me dashurinë duket se me shigjetarët e diçit parë dhe gafore ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë që favorizon, ndryshon, rregullon shumë gjëra në lidhje me marrëveshje të rëndësishme financiare, që ndikojnë shumë binjakët, peshorja dhe ujori i diçit të dytë, ka një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, kur është periudha mjaft e mirë, favorizuese dhe kuptim plot në atë që duhet të bëjmë. Është periudha, është koha më e mirë e mundshme mbi takimet dhe rezervimet që do të keni në fushën e karrierës. Binjakët e dashur, bini pas sepse ditët e sotme shuhet shumë edhe për 2 javët që do vinë. Prandaj bini pas sepse jeni në pritje për një punë, e merrni, për një takim shumë të rëndësishëm e rregulloni e kështu me radhë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e diçit parë dhe me peshorët e diçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Gafores. Përse përket gaforeve, me se gaforet të duket se tani në këtë periudhë kanë
disa ndryshime dhe disa vendime mjaft të rëndësishme në fushën e karrierës. Sepse lidhen me karrierën, sepse lidhen me atë çka ata bëjnë dhe duan. Por në anën tjetër është një periudhë tani për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjëra të mëdha që do të kenë, dhe kjo mund të ndikojë disi në anën e biznesit dhe të karrierës. Është një mundësi shumë e mirë tani për punën dhe për për punën dhe karrierën që lidhet shumë këto ditë, dhe mundoni që t'i zgjidhni disa probleme të vogla. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 ditësh të parë dhe me ujorët e 10 ditësh të tretë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, meqense luanët duket kanë një mundësi të artë, sepse kanë përballë ujorët, ku ujorët përfitojnë tek klubi i përfitimeve të mëdha mbi zgjerimin dhe ndryshimin e madh që vijnë në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe karrierën tuaj. Është një moment mjaft i mirë në kohën e dur ku gjërat do të ndryshojnë, do keni mundësi të arta për të zhvilluar gjëra nga më të rëndësishme të financiare, të biznesit, të karrierës, për karrierën së mos njerë është dhe momenti juaj më i mirë i mundshëm. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshin për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe disa takime të tjera që do të keni tani tutje. Është koha dhe momenti më i mirë dhe më pozitivi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me akrep të 10 ditësh të tretë, duket se ka diçka shumë të rëndësishme dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dash duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha do duket se tani kemi kohën dhe periudhën më të mirë të mundshme mbi zgjerimet dhe ndryshimet të mëdha që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin dhe procesimin e gjërave, sepse ngadonjëherë neve kemi dhe mundësi ekonomike financiare për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me biznesin, dhe kjo bën që tani për tani është një periudhë shumë e mirë, tepër pozitive, sepse zgjidhni problemet nga më të vështirat që mund keni pasur ndonjëherë, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër favorit në këtë periudhë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujorët e 10 ditësh të tretë, është një periudhë shumë e mirë tani dhe tepër pozitive, sepse krijimi dhe ndryshimi, mundësia dhe rëndësia ekonomiko-financiare bën që juve të jeni shumë korrekt me anën tuaj të punës dhe shumë të ndikuar në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me shikjetar duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshorëve, meqense peshorët duket se tani tutje kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa gjëra shumë të rëndësishme vendimtare për jetën, për punën, për karrierën që ata lidhin anën ekonomike financiare, lidhen me ndryshimin e madh që vjen tani tutje. Janë ndryshime rutine, por janë ndryshime që do të shikoni për sa përket zgjidhjes së problematikave ekonomiko-financiare, të punës dhe gjërave të tjera që do keni. Por megjithatë, është një moment shumë i mirë tani, një moment kyç në ekonomi, një moment kyç në lidhje me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforët e 10 ditësh të parë dhe me ujorët e 10 ditësh të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Meqense akrepët jo për një arsye, por për tjetër për problematikat e tyre që ata kanë, ose momenti që zgjidhin shumë problematika, mundësi, kohën e artë në ekonomi dhe në ndryshimet e tjera, por vjen një moment tani, vjen një moment shumë i mirë ekonomik financiar, për sa përket çështjeve që kanë bëjnë me anën e biznesit, ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe me karriera është ajo që është baza, po juve keni disa mundësi shumë të mira tani tutje, ku gjithmonë për sa përket çështjeve financiare, biznesit, ka ndikimin e një çështje ligjore që merr fund, lidhje me udhëtimet që aty ku do të shkoni, i keni të gjitha këto që ju ndihmojnë në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Me shigjetarët duket se tani për tani janë në anën e tyre, meqense kanë pasur disa probleme në lidhje me anën ekonomike, por jo se ka diçka problematike ose diçka që nuk arrihet ose nuk rregullohen gjëra. Rregulli dhe mundësia, koha dhe dashuria që i keni në anën tuaj, i merret gjitha për bazë, domethënë, sepse ekonomia në një anë, po koha tjetër lidhet me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj,
është shumë ndikuese në lidhje me punën aktuale, lidhje me dashurinë, lidhje dhe me demin, edhe di që të tretë është një diçka shumë e rëndësishme për vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Për bricjapët, meqense bricjapët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, meqense janë mundësi të mira ekonomike, në gjëra që do të ndikojnë për punën e tyre, për karrierën dhe marrjen e disa ndryshime që do të kenë tani tutje, por dhe mundësia që ata kanë, është momenti mjaft pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, dhe është diçka shumë pozitive. Do shikoni që gjërat të ndryshojnë në fushën tuaj të ekonomisë, të ndryshojnë në gjërat që keni, në çështjet ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me disa gjëra shumë herë më të mira dhe më ideale të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforit e ditës së parë, me dashjet e ditës së tretë, duket se është më perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, meqense ujorët tani e tutje kanë disa mundësi për punë, disa mundësi për të bërë ndryshime, për marrë vendime për marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një nga momentet që ka tani, sepse ndryshe mendon, ndryshe gjykon, ndryshe vepron, por jo për fajt ujorëve, se ujorët kanë edhe ndikime, por meqense ka të bëjnë në lidhje me bashkim familjar, sepse po të vëmë re, për shembull, sa mund të ishin, por kanë bëjnë në lidhje me bashkim familjar, do ta thoshim kështu, për shembull, ndikimin e punës ose të karrierës, ose shigjetar, për shembull, shigjetar ujor, shigjetar vizhgjeresh, me vizhgjereshën, është më idealja dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, peshqit duket se kanë disa ndryshime dhe mundësi, por ka gjëra që kanë ndikim mjaft pozitive dhe tepër ndikuese në anën ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me ndryshimet. Por meqense një bashkim firmash që mund të keni, ose një firmë të re që mund të bëni, është dikosh shumë e mirë, për shembull peshk shigjetar, peshk ujor, peshk luan, kanë mund të zgjidhin gjërat aty ku duan, por e përgjithshmja duket se i kanë të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare dhe në biznes. Por ca parat pa pritura i merrni, sidomos pas orës 12, ka diçka shumë surprizuese tek juve. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme. Unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për shkrimet e detajura, astrologo.al, duke klikuar, duke zgjedhur paketën, pastaj shkoni tek sekretaria dhe atje mund të përgjigjem me përpikmëri për të marrë paketën tuaj dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen çdo të mërkurë në orën 20:00. Nga një rregulla, gjithë mirat.